Ngjyrat dhe modelet që bëjnë gratë dhe vajzat të dashurohen pas tyre kanë startuar javën e modës pranverë 2024 në New York. Veshjet përfshin ngjyra të ndryshme, madje dhe detaje që i bëjnë më të veçanta kalimet e modeleve në pasarel. Në shfaqjen e Ralph Lauren, atmosfera u ndryshua tërësisht nga ndërhyrja që ju bë stileve, që do të mësojnë shumë shpejt në dyqanet botërore. Organizimi paraqet një mori talentesh të rinj dhe markash në zhvillim, së bashku me emra të njohur, si dhe një pjesë të vogël të drejtuesve të modës në të gjithë botën. Diversiteti i madh i lejon New Yorkut të mbetet një gur themeli i modës, teksa feshionistat u rreshtuan që në orët e para për të dhënë përshtypjet e tyre në krijimet e veshjeve. Koleksioni përfshin kostumin me kompletin xhaket pantallona, kryesisht në ngjyrë të zezë me lehtësi për të veshur, por të kombinuara me modele në ngjyrë florishente, rozë dhe ngjyrë ari. Detajet që nuk munguan ishin varset dhe rripat e pantallonave. Këtë sezon, java e modës po zhvillohet në sfondin e një greve të dyfisht nga shkrimtarët dhe aktorët e Hollywoodit për paga më të mira. Greva ka ulur numrin e tapeteve të kuq, çfarë do të thotë se markat kanë humbur mundësinë për të veshur yjet dhe për të bërë të ditur botën për këtë.